Merrni një lugë uthullmore para gjumit, nuk do ta besoni çfarë i ndodh trupit tuaj. Lajmet se uthulla është e shkëlqyer për shëndetin kanë marrë dhënë, por ky produkt na befason çdo ditë me përfitimet që ofron. Kur vjen puna te uthulla, ka gjithmonë një dilemë, e cila ka të bëjë kryesisht me kohën kur duhet të konsumohet uthulla. Shumë njerëz e rekomandojnë pirjen e uthullës në mëngjes, mundësisht ta pini atë me stomakun bosh. Të tjerët betohen për të mirat që vinë nëse uthulla pihet gjithmonë në mbrëmje. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në shumicën e rasteve, sistemi tretës nuk arrin të përballojë diçka më mirë se sa kafeja ose tërshëra, por uthulla asgjë nuk bëhet fjalë. Ekspertët bien dakord se efikasiteti i uthullës, kryesisht asaj të mollës, varet jo vetëm nga koha kur e pini, por edhe mënyra se si trupi juaj do të përballojë dhe kur e kërkon atë. Përdorimi i uthullës sipas Healthline do të ofrojë këto të mira në dobi të vlerave të shëndetit tuaj. Uthulla mund të stabilizojë më mirë edhe sheqerin në trup pas një ushqyerje të dëmshme. Studime shkencore kanë treguar se pirja e uthullës së mollës përpara gjumit mund të jetë jashtëzakonisht mirëbërëse për personat që kanë edhe probleme të luhatjeve të pakontrolluara të sheqerit. Një studim i Arizona State University tregoi se pirja e 2 lugë uthullmore të tretura në ujë me pak djath përpara gjumit së bashku mund të ndihmojnë në menaxhimin më të mirë të luhatjeve të pakontrolluara të sheqerit, kryesisht ato që merren përmes ushqimit. Uthulla e mollës ndihmon edhe kundër fytit të thatë. Gjatë stinës së ftohtë, gjasat që të prekeni nga simptomat e gripit dhe të ftohjes janë të mëdha. Bakteriet përgjegjëse për fytin shkatrojnë aciditetin e uthullës së mollës. Ekspertët rekomandojnë pirjen e një gllënke uthullmore gjysmë deri në 1 orë përpara gjumit, në mënyrë që të keni edhe lehtësimet e duhura në këto situata. Uthulla e mollës është e mirë edhe në rastet kundër problemeve të pagjumësisë. Gjumi është i domosdoshëm për të përballur me sukses me sfidat e ditës. Sekreti një nate të qetë dhe gjumi të patrazuar mund të jetë uthulla e mollës. Një lugë gjede uthullmore e tretur në një gotë me ujë të ngrohtë dhe me mjalt mund t'ju vijë në ndihmë për një gjumë më cilësor. Uthulla e mollës është një produkt fantastik edhe kundër erës së keqe të gojës. Era e keqe e gojës mund të jetë e tmerrshme në mëngjes, por ju mund të merrni masa për të parandaluar atë, duke konsumuar të paktën një lugë çaji uthullmore në mbrëmje për të shkatruar kështu bakteriet që lulëzojnë në gojën tuaj. Uthulla do të zhbllokojë edhe hundët e zëna. Pamundësia për të përthithur ajër përmes hundës është vërtet e tmerrshme. Uthulla do ju vijë në ndihmë në këto situata për të zhbllokuar hundët dhe për të rregulluar frymëmarrjen tuaj, sepse ajo është e pasur edhe me kalium, me magnez, vitaminat A, B1, B2, gjithashtu dhe vitaminën E. Shtimi i uthullës së mollës në dietat tuaja ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë shëndetësore dhe lehtësimin e komplikacioneve që ju kanosen. Ndaj, përdorimet të tilla të saj mund të jenë një mburojë shumë e mirë e organizmit në luftën kundër këtyre komplikacioneve. Uthulla e mollës mund të ndihmojë gjithashtu edhe sistemin tuaj tretës. Nëse zgjoheni në mëngjes me dhimbje abdominale, fajin mund të ketë edhe tretja. Ky lëng fantastik do të zgjidhë probleme me tretjen, do të lehtësojë problemet e zorrëve dhe të urthit. Pini një lugë çaji uthullmore të tretur në një gotë me ujë përpara se të shkoni për të fjetur. Me këto të mira, uthulla e mollës natyrale nuk do të mungojë gjithashtu edhe në sirtarin e kuzhinës dhe do t'japë rezultate fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve që I kanosen asaj. Uthulla është e mirë për organizmin për sa kohë konsumohet brenda normës së rekomanduar dhe gjithmonë e tretur në ujë dhe jo më shumë se 2 lugë gjede në ditë. Shija dhe aroma e uthullës së mollës mund të përbëjë gjithashtu një faktor pengues për të marrë vlerat shëndetësore të saj, por pavarësisht aromës dhe shijes, uthulla e mollës përshkruhet gjithashtu si burimi I rinisë së përjetshme. Studime të ndryshme të cilave u referohemi konfirmojnë se pirja çdo ditë e uthullës së mollës mund t'i sjellë të mira shëndetit dhe organizmit tuaj. Gjithmonë brenda standardeve të rekomanduara, ndikimi në organizëm do të jetë gjithashtu edhe më I rëndësishëm.
por si mund ta pini uthullin e mollës në mënyrë që ajo të mos shkaktojë probleme në organizëm? Uthulla e mollës ka një përmbajtje të lartë acidike, ndaj mund të shkaktojë gjithashtu djegësira në zonën e fytit, dhe mund të shkaktojë edhe probleme të ndryshme. Për pasojë, ajo nuk rekomandohet të pihet direkt nga shishja. Ekspertët thonë se uthulla e mollës duhet të tretet gjithmonë në ujë. Ata sugjerojnë madje se nuk duhet të pini më shumë se 1 deri në 2 lugë gjedhe uthull molle në ditë, në mënyrë që përfitimet e saj të jenë të menjëhershme dhe të mos shkaktojë probleme të organizmit. Por çfarë ndodh me organizmin tuaj nëse pini uthull molle çdo ditë? Do të keni më pak probleme me stomakun. Uthulla e mollës është e pasur me fibra që ndihmojnë në punën tuaj të stomakut. Përveç tretjes dhe problemeve të paksuara të stomakut, uthulla do të shërbejë gjithashtu edhe si një laksativ, i cili do të lehtësojë problemet e stomakut dhe shërben për të zgjidhur çështjet siç janë për shembull edhe ato të konstipacionit. Uthulla e mollës do të rregullojë nivelet e pH-it në trup. Uthulla e mollës do të ndihmojë në rikthimin e ekuilibrave të pH-it, veçanërisht në lëkurë dhe në flokën tuaj. Ju mund ta aplikoni atë në lëkurë dhe në flokë çdo mëngjes dhe në mbrëmje, duke e tretur gjithmonë në ujë për të marrë efektet e saj të rëndësishme dhe për të evituar kështu komplikacionet. Uthulla e mollës është një ndihmë fantastike edhe kundër problemeve të infeksioneve. Myku dhe infeksionet janë një rrezik i vazhdueshëm për organizmin, por mund të dalë edhe shpesh jashtë kontrollit gjendja e tij. Gjithashtu, uthulla e mollës mund të përbëjë një recetë të mirë kundër mykut dhe të ndihmojë shumë në këtë aspekt, duke mbajtur nën kontroll shëndetin tuaj dhe duke evituar gjithashtu komplikacionet që i kanosen atij. Shtimi i uthullës së mollës në dietën tuaj do të largojë gjithashtu edhe toksinat e dëmshme. Uthulla e pafiltruar e mollës ndihmon në detoksifikimin më të mirë të mëlçisë. Mjafton të tresni 1 lugë çaj uthull molle në një gotë me ujë dhe ta pini atë rregullisht. Rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike dhe të fuqishme në dobi të vlerave të organizmit dhe do të lehtësoni gjithashtu edhe problemet e tij. Sigurohuni që uthullin e mollës ta keni pjesë përbërëse të dietave tuaja dhe rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe paksimin e komplikacioneve. Uthulla e mollës, nëse shtohet vazhdimisht në dietën tuaj, duhet të bëhet gjithmonë e tretur në ujë dhe asesi direkt nga shishja për të evituar gabimet dhe gjithashtu ndërlikimet në shëndetin tuaj. Uthulla e mollës është e pasur me element të shëndetshëm. Përbërësi kryesor aktiv i uthullës së mollës është acidi acetik, i cili e pasaj aromën dhe fuqinë e madhe. Studiuesit nxjerrin përfundimin se ky acid është përgjegjës për përfitimet e saj shëndetësore dhe lehtësimin e komplikacioneve të saj. Ndaj, shtimi i uthullës së mollës në vaktet tuaja ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Uthulla e mollës do të vrasë gjithashtu bakteriet e dëmshme. Uthulla e mollës ndihmon në largimin e patogjenëve dhe disa llojeve të tjera të bakterieve përgjegjëse. Uthulla e mollës vepron si një ruajtës i ushqimeve, pasi studimet nxjerrin në pas se ajo mund të largojë problemet e sherriakolit, të cilat arriten në organizmin tuaj, nëse konsumoni ushqime të prishura. Uthulla e mollës është një ndihmëse shumë e mirë e organizmit në betejën kundër peshës së tepërt. Ullumtimet kanë treguar se uthulla e mollës mund të rrisë ndjesinë e ngopjes dhe përfundimisht mund të bëjë që dikush të hajë më pak kalori dhe të humbasë më shumë në peshë. Sipas një rishikimi, ata që përdorin uthullën e mollës në dietën e tyre të përfshira në vaktet e përditshme do të marrin më pak kalori gjatë ditës dhe do të kenë gjithashtu një organizëm edhe më të shëndetshëm. Për më tepër, uthulla e mollës do të ndihmojë në tretjen më të mirë të ushqimeve dhe parandalimin e komplikacioneve që ju kanosen. Uthulla e mollës është e mirë edhe për shëndetin tuaj kardiak. Problemet e zemrës janë një nga shkaqet kryesore të humbjes së jetës në të gjithë botën, por mund të vinë në ndihmë përdorimi i uthullës së mollës në këto raste edhe në lehtësimin e komplikacioneve. Ajo mund të përmirësojë dukjen dhe shëndetin e lëkurës, ndaj mund të përdoret me kujdes në recetat tuaja ditore, citon Brightside. Vëmendje:
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.